Kandidati i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri zhvilloi një takim në Delvin me pensionistë dhe ish ushtarak. Gjiknuri cilësoi ata si kontributorë të ndërvite të Partisë Socialiste, duke shprehur mirënjohjen për mbështetjen e përhershme që kanë treguar, ndërsa u ndal tek vëmendja që qeveria e Partisë Socialiste ka treguar përmes përfshirjes në programin e saj të rritjes së pensioneve. Gjiknuri theksoi se tani Shqipëria i ka mundësitë të rrisë pensionet, por sidomos pensionet minimale. Në vitin 2026, pensioni minimal do të jetë 20.000 lek dhe pensioni mesatar 40.000 lek, duke cilësuar këtë si vepër të punëve të mira që ka bërë kjo qeveri dhe mundësive financiare që tani më vendi ynë ka. Shqipëria ka mundësinë tashmë të rrisi pensionet në përgjithësi, por sidomos pensionet minimale. Pas vitit 2026, ne do të çojmë pensionin minimal 200.000 lek dhe pensionin mesatar 400.000 lek. Kjo është vepër e punëve të mira që ka bërë kjo qeveri dhe mundësive financiare që i kemi tashmë. Rritja pagave mesatare, më shumë kontribute në skemën e sigurimit shoqëror. Do të thotë më shumë mundësi në fondin e pensioneve për të përballuar pensionet. Shqipëria ka hyrë në një trajektore zhvillimi, por dhe krenarie kombëtare. Dhe ju si një pjesë janë dhe ushtarakja dheun dhe detyrën e ka pas të shenjtë. Tashmë me qeverisjen që kemi, Shqipëria është një vend më dijetosë. Ekonomia është investim. Duke pasur më shumë investime, lëmë më një fonde që na nevojitet për njerëz si ju, që keni nevojë më shumë se keni qeveri. Gjiknuri u ndal edhe tek investimet konkrete të realizuara në Delvin nga qeverisja e Partisë Socialiste, duke pohuar se ka qenë një zë i fuqishëm që vazhdimisht ka lobuar për realizimin e investimeve në këtë zonë, ndërsa kërkoi mbështetje masive përmes votës për Partinë Socialiste edhe për emrin e tij si kandidat. Mora një vendim për rrugën Kardiq-Delvin dhe e bëra. Kam qenë vetë ministër dhe kam promovuar gjithë projektin e ushtrisë për ujin e Delvinës. Mbrojtja e interesat e një zone që e kishte këtë nevojë. Infrastruktura që është më e vështirë, ajo është bërë. Për pjesën e energjisë që e dini shumë mirë, furnizimi është më i mirë se çka qenë. Dhe të gjitha këto janë pasaportë e punësime direkte për këtë zonë. Kandidatura ime si Parti Socialiste ofron garanci politike, si një përfaqësues i denjë Partisë Socialiste me prova dhe mos i dëgjoni ato fjalë se e vinë fjalë. Damiani është i dalë, s'ka nevojë Damiani më votë. Jo, Damiani nuk është thjesht, nuk do të punësohem në parlament për të bërë fjalime. Unë do të jem me kredi politike për të mbyllur dhe për të zgjidhur probleme, për të qenë zë i fortë, për të qenë një çelës që zgjidhen problemet. Dhe këtë fuqi ma jepni ju me votën tuaj personale, përveç votës Partisë Socialiste. Unë po mora votën maksimale nga qytetarët e këtij qarku. Unë nuk largohem nga qarku. Ky është angazhimi im. Vota juaj masive në Delvin, në Sarandë, në gjithë këto zona, më bën të jemi obliguar për ju. Më jep një kredit, më jep një të drejtë dhe obligim moral për të qenë me njëri tjetrin. Pensionistët dhe ish ushtarakët në takimin e zhvilluar në Delvin i garantuan kandidatit Gjiknuri mbështetje të padiskutuar përmes votës për Partinë Socialiste dhe për kandidimin e tij. Të gjithë ne që jemi këtu, pa përjashtim, historikisht nuk vjen në dyshim për Delvinën, që ne jemi të gjithë të marrë. Dhe sot më shumë se kur, për dallë muzgur që kemi përpara, duam dritën e diellit, duam dritën e detit, duam ujin e pastër që vjen vetëm nga Partia Socialiste. Zoti Damian Gjiknuri, pensionistët janë të vendosur deri në fund që votën do t'ja japin PS-s. Delvina është juaja, ju të keni mundësinë ta ndihmoni Delvinën. Bashkëbisedimi me pensionistë dhe ish ushtarak të Delvinës ishte takimi i radhës që kandidati Gjiknuri po zhvillon në kuadër të turit të tij elektoral.